Në Vlorë përmbyllën me sukses aktivitetet në kuadër të çeljes së sezonit turistik veror me një tjetër koncert festiv për kënaqësinë e publikut të shumtë, qytetarëve të Vlorës, pushuesve vendase dhe atyre të huaj. Mbrëmjen e të dielës performuan të tjerë artistë ndër emrat më në zë të muzikës si Noizi, Elgit Doda dhe Ronela Ajati. Publiku ishte i shumtë në numër në plazhin e ri në Lungomare, të cilët ndoqën nga afër këtë event festiv. Okay, Vlora, okay. Në koncertin festiv që u zhvillua në Vlorë foli në skenë edhe kryetarja e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini. Sipas Mersinit, këto evente transmetojnë energjinë e rinisë në qytet. Mersini dha edhe një mesazh për të rinjt që ta duan Vlorën, qytetin e tyre. Mirëmbrëma Vlora! Mirëmbrëma Vlora! Kjo skenë nuk është thjesht magjia e një koncerti. Kjo skenë është zemra jonë, është ritmi, është ngjyra e Vlorës. Por magjia sot jeni ju, rinia e mrekullueshme e Vlorës. Shijojeni festën, shijojeni Vlorën, duajeni Vlorën dhe një sezon të mbar me zemër për të gjithë. Vlora! Vlora! Qytetarët e Vlorës pushues vendas të mbërritur nga qytete të ndryshme enkas për koncertin festiv, por edhe të huaj që ndoqën eventin u shprehën tepër të kënaqur në atmosferë. Ata thonë se kryesisht erdhën për të ndjekur Noizin, të cilin e kanë të preferuarin e tyre. Vlora sipas tyre duhet të ketë më tepër evente dhe aktivitete të tilla festive që t'i japin qytetit gjallërinë e duhur. Sezonin veror e parashikojnë si tepër të suksesshëm, teksa thonë se do të thëjnë çdo rekord për sa i përket numrit të turistëve. Për 2 ditë me radhë, evente të ndryshme sportive, kulturore dhe artistike u zhvilluan në Vlorë në kuadër të çeljes së zyrtare të sezonit turistik veror.